Përshëndetje, u lidhëm me të ftuarin e kësaj së shtune në faqen e Instagram të revistës Story me Rez Veleshnjën, por nga që ai ishte në udhëtim, edhe diçka ndodhi dhe interneti i tij nuk ishte në rregull, edhe u shkëput live-i. Unë jam Klotilda Harka, jam këtu për të bërë intervistën e javës me një personazh shumë karizmatik, shumë interesant. Unë pak minuta më parë e quajta nevrik, sepse ndonjëherë është nevrik, po atij nuk i pëlqeu as pak. Por më shumë se sa nevrik, ne Rezin mund ta përkufizojmë si impulsiv. Nuk e di se ku e gjen gjithë atë energji Rezi, që është në çdo moment si në skenë, si është skene njësoj. Lum kush e ka në tavolinë se i bën për të qeshur pafund, do përpiqemi të lidhemi prapë sërish me Rezin, sepse pati një problem dhe u shkëputëm. Tani këto gjëra ndodhin live, të ndodhin në televizion, jo më këtu në Instagram që ndodhin, se Instagrami është bërë si media e të gjithëve. Ja ku jam, thotë Rezi, për 2 sekonda, të lutem gjej pak internet të mirë, nuk e di se ku ndodhesh për momentin, ku po Rezi. Ja sa shtylodi, Lori se mu shkute dhe lash ma. Fol me këta të mobilit, kompania më e keqe në botë. Po tani interneti top. Jo, edhe njerë, mos i ngatrojmë, se shpun interneti, shpun kompanish vlla, s'kemi çfarë bëjmë. Kompania është janë kompani që paguajnë pafund lek, marrin pafund lek nga ne, dhe të pa justifikuara, dhe shërbimi është zero. Çfarë do të thonë po s'kemi çfarë të bëjmë, kështu njerëz që jemi ne, jemi të nështruar, s'flasim, s'ndihemi, s'bëjmë zë, se u mësuam kështu se s'ka shtetu që ti kontrolloj këta. Të pëlqen. Rezi, ti je pak rebel. Ku po shkon tani? Unë s'jam rebel, unë jam realist. Rregull ku nuk i pëlqen prapë në rregull. I don't give a fight, po. Unë jam realist plak, për ato gjërat që këtu nuk shërbehet, sepse do thuash ti thot dikush ç'është ky apo ashtu. Unë jam ai që jam shumë herë më mirë se ty që bën komentin, që ke kot merresh në Instagram, apo ja them tash që mos thot nesër pas nesër. Që edhe kështu, po unë për veten time jam realist, më vjen keq për njerëzit e mi. Unë çoj familjen time në Shqipërinë. Dhe të trajtohet shumë nga ca kompani të huaja ordinere, plera që vijnë nga jashtë dhe përfitojnë lek nga ne. Këtë gjë nuk e pranoj dot. Po s'kemi çfarë të bëjmë. A thua se jemi ne në pushtet apo është dikush tjetër apo këta që janë pushtet janë çik më të mirë nga ne që jemi këtu poshtë, që e kam thënë këtë gjë. Shi mos presim me gjë të madhe. Ku po shkon tani? Për ku je nisur? Unë jam nisur për në Greqi, tek vendi ku jam nisur për në Alidem të lagje ime. Po tani, po pse nuk shkove diku që ta bënin live-in për çef? Çfarë do tani të dish ti Kloti, më thuaj. Kë ke aty, ti nuk je të... Jam vetëm më të... Aha, je vetëm. Po çfarë bëre sot, si ja kalove? Sot isha me aty shok, me Shaban Amina dhe me aty çunat. Çfarë bëre ti? Mirë, dëgjoj. Shumë po flitet për portokallin. Po. Tash e themen, do jetë në Top Chef, do jetë... Do fal. Portokallia, do ta them këtë gjë dhe të lutem mund të ma fiksosh pak se të duhet. Portokallia është një brand. Pa diskutim, sepse ka 2 dekada në televizion. Top Channel është një brand. Vjosa Hoxha është një grua e fortë që pa pasur le të themi asnjë informacion rreth botës së televizionit apo menaxhimit të gjës. Është një nga gratë më të forta sot për mua që 15 vjet më pas arriti ta menaxhoj dhe ta mbaj kaq fuqishëm sa ç'është sot. Ti ishte dikush tjetër ta kishte rënuar brenda 2 vjetësh, por jo. Vjosa është një grua e fortë, është një zonjë, është një njerëz që pa lëvdata kjo. Fare pa lëvdata se nesër s'jam unë aty mund të ikim në një vend tjetër dhe prap do them ajo është zonjë se të menaxhosh 15 vjet një gjë që nuk është e jotja dhe nuk e ditur ndonjëherë që çfarë bëhet në atë lloj bote, për mua tregon që është e fortë. Për sa i përket portokallisë, Portokallia është brand që do të thotë në orën 9 në darkë në Top Channel. Deri për sa kohë Top Channel do të ekzistojë dhe kjo fjala Top Channel do të ekzistojë. Në orën 9 ditën e diel do të jetë gjithmonë një fjalë portokalli. Nga portokallia mund të largohet Agron Llakaj, mund të largohen Zhbëlç, mund të largohet Vimbeleri, Vispupa,
Amarda Toska, e nderuar absolutisht. Erman Mamaqi, X, tjetri. Por Portokallia ka vazhduar. Dhe Portokallia nuk vazhdon në sajtë X apo X. Portokallia vazhdon sepse është Portokalli, është brand. Dhe një brand nuk merr fund kurrë. Nëse ti ke, ta them, gomat Michelin, gomat vllajan Michelin, se harroje që ato të ngatrohen me Brixton apo çan ekstra. Janë Michelin vlla. Dhe Rafi të ketë tani shkret, ishte me shpejtësinë e Ferrarit. Dhe topi, dhe Portokallia është me shpejtësinë e Ferrarit. Dhe ka goma Michelin vlla. Pjesa tjetër, unë do thosha, kush ka ikur, rruga marr, Zoti apo fmar, qoftë mirë me shëndet në familjet e veta, mos i dhënë gotë Zoti kurrë asnjë fatkeqësi. Pash një jetë lumtur. Sepse gjithë secili ka zgjedhjen e vet në jetën e vet dhe askush nuk të ndalon dhe të vësh shkopa në rrota, sidomos kur je brenda një institucioni që siç i ke pas dyert e hapura kur hyre, i ke dyert e hapura dhe për të ikur. Ti do të rish, nëse s'do, unë di që jam aty, Florian Binaj, di që është aty. Jürgen Çela, Marino Ranasi, e të tjerë mos i përmend se nuk ka rëndësi, unë di që janë aty. Se ikën 2-3, ikën dhe Shbëlqa 3 ishin, iku dhe Goni 4, iku dhe Visi 5, iku dhe Ermali 6, iku dhe tjetri 7, ikën dhe tjetër 9, ka ikur 10 deri në 15 veta, dhe s'ka qenë problem. Portokallia është Portokalli vllash brand. Nëse iki unë një ditë, ku t'intereson se ika unë, kam bërë ca role. Pak rëndësi ka, vazhdon tjetri. Është një gjë që gjithmonë ka dyert e hapura. Topi është tjetër gjë. Kështu që Klodi, ç'kemi ne gjë nga ty? Ç'a bën goca si është? Semi çishë. Pse bën këto kthimet kështu? Se kam akoma pyetje unë. Plak se jam duke parë ti nga rruga se po lëviz makinën tash. Tash po ik kënej, se boll neta me ty. Një kujdes ndaloj diku, dëgjoj. Dëgjoj tani. A jeni akoma një trup aq kompakte se keni dikur? Absolutisht, siç kemi qenë vazhdojmë të jemi. Jemi trupa më e konsoliduar, jemi trupa më harmonike në botë, se ikin 2-3 pak rëndësi ka që secili ka jetën e vet. Ne vazhdojmë të jemi trupa më e mirë, trupa më e dashur, trupa më e fuqishme në botë, për mendimin tim, në botë për botën tonë flasa, sigurisht. Vazhdojmë të jemi number 1 për mendimin tim dhe do të jemi number 1 për sa kohë ne kemi përmas brandin Top Channel dhe Portokalli. Nëse unë shkoj dhe bëj për shembull mandarina në ndonjë vend tjetër, jam mandarin, jam nën produkti Portokallis, Fjalavien ose limoni, ose afus. Çu kemi dëgjuar. Se di çka ke dëgjuar ti se unë jam jashtë llafeve të botës, unë nuk merrem me llafe. Unë flas gjën që jam unë brenda. Me llafe nuk merrem, se çfarë bën bota, bëjnë çfarë duan. Mua nuk më intereson, dikush do të hapi dhe Goni ka hapë spektaklin vete, po dhe Tur Hyska ka hapë spektaklin vete, po edhe X do të hapi spektaklin vete, mbas edhe Basha mund të hapi spektaklin vete, nuk e di fare se gjithsecili ka menet e veta. Mua nuk më intereson vlla se unë di që jam në Portokalli akoma, për çfarë po më pyet për njerëz të tjerë, si të më thuash si të duket Albazari. Shumë intereson mua tash, gjithsecili ka atë brandin e vet. Klot, ç'kemi ne gjë nga shtëpia sike. E mirë, nuk merremi më me këtë. Nëse ka dikë që ti doja dish për faleminderit, aty në Portokalli, kush është? Altin Basha, absolutisht. Është një nga regjisorët, me të thonë drejtën, më të mirë që ka pasur historia e humorit shqiptar, për ndërtimin e strukturës. Absolutisht është një nga regjisorët më të mirë, dhe nuk e ndroi këtë llafin, edhe sikur orët të ndodhi gjëja më e madhe në botë, domethënë dhe më e keqe ndaj meje personalisht, absolutisht, çfarë është e vërtetë është e vërtetë. Altin Basha është një nga regjisorët më të mirë, por të themi të drejtën, është regjisor i humorit, domethënë le të themi i strukturës Portokallis, por me thonë drejtën, pa i humbur vlerat e artistëve që janë aty mbrenda, dhe pa u dukur sikur unë po flas kundër Altinit, s'kam lidhje fare, unë më le thash dhe po e them, është një nga regjisorët më të mirë. Por shumica e gjërave aty brenda bëhen skenaret nga Florian Binaj, nga Rioni Saj, Saksano Rapi, Ledio Lago, Rez Veleshja, Marino Ranasi. Pra që do thotë, ne të gjithë shkruajmë vetë. Tekstet dhe idet janë tonat. Pastaj regjia, se si hyjmë, dalim, këta e ka Altini dhe është pjesë Altini dhe shumë e mirë. Hyrjet, daljet e regjisë, domethënë që ti do hysh nga kjo pjesë këtej ose ti këtej, këtë e bën Altini. Është një gjë shumë e vlerë.
Dhe pjesën tjetër pastaj e mbulon trupa. Për më shumë nuk di të them, por që është një nga regjisorët më të mirë, është një nga më të mirët. Rezi, cili është roli që ti ke më shumë për zemër nga rolet? Drejtori, e kam thënë dhe më përpara. Drejtori, është gigant fare. Po, do të thënë je ti, gigant. Ja, është personazhi, se ka qenë fakt. Personazhi. Ka qenë një njeri real. Po mund ta themi kush është ai me emër dhe me mbiemër? Po, jo, po ta themi edhe grua që ka për edhe fëmijët. Po edhe grua. Po edhe grua. Po ish burri ju ka mujo, se shi mua bet kot. E kam dëgjuar. Po Ka qenë Gjergj Zaharia, ka qenë drejtori i shkollës së Mastava, ka qenë një nga drejtorët e mi, ka qenë edhe është një nga burrat më të nderuar sa për informacion. Është një nga njerëzit. Çfarë do thotë? Di ai që ti jemi tonë? Absolutisht e di dhe ai ishte dashamirë sepse ai ishte brenda familjes së Artit, është nuk ishte për shaka, po ka qenë bashorti i Ugamujos, si ka dhe 2 fëmijë të mrekullueshëm, Elian edhe Amosin. Kjo është një gjë që dihet tash. Unë imitoj Gjergjin Zaharin. Është një burr i shkëlqyer, unë kam respekt dhe deri në vdekje do të jem shumë mirënjohës për dijet dhe kulturën dhe shembullin që më ka dhënë ai. Mua pavarësisht se aty është humor dhe brenda humorit unë të marr pamjen e jashtme, por kjo nuk do të thotë që në karakteri e tij ai që s'ka lidhje fare. Po me imitimet, se ke një talent jashtëzakonshëm te thoni për imitimet. Do thënë, Faleminderit. po të shohësh ty, vërtet vetë qeshturi. Faleminderit edhe kjo. Po, sa thonë të gjithë, nuk është vetëm që ta them vetëm. Çfarë përballi që pas me Arditje Brend dhe me Arian Saka? Arian e kam mik, Arditin e kam gjithashtu mik. Familjarisht me atij Arditin, jo vetëm mik, kështu që nuk kam asnjë përballje se ne nuk është se po imitojmë Tom Cruise-in dhe më në fund u përballem me Tom Cruise-in dhe jemi botror. Unë jetoj në Shqipëri dhe ai. Jetojmë në Tiranë, jetojmë në një vend që jemi në Posupam ke Selvia, do shikojmë këtu në Alidem sipër me njëri tjetrin edhe mbaron historia, s'ka lidhje fare, po. Që Arditi është njeri i mrekullueshëm, këtë gjë e thon nga goja ime, nuk është se merr më shumë vlera sa që mund ta kenë thënë disa të tjerë. Më me vlera sa unë. Njerëz më të lartë, që Arditi është vërtet njeri i mrekullueshëm, gjithashtu edhe për Arianin, që unë prapë kam miq të dy. Edhe Arianin e kam miq. Ta janë njerëz shumë të mirë, janë njerëz që kanë punuar gjithë jetën, janë njerëz figurat imazhet të Shqipërisë. Arditi për mua është për shembull një nga kompozitorët më të mirë që ka pas Shqipëria, me thënë drejtën. Mbas atij kastit vjetër Enveris që ka qenë dikur që bëni këngë për MM Parti. Arditi ka qenë, le të themi, moderni që futi rrugën e re, le të themi në thonjza, pa e krahasuar një ghetto art Selimi, le të themi, i viteve domethënë të Shqipërisë si është tani. Ai ka qenë një ghetto art Selimi për 90-ën e pas ka qenë Arditi Xhebrea me këngën, me frymën e re, me luksin e ri të këngës, le të themi, ta themi shumë ndryshe. Për mua Arditi ka qenë një tillë. Tashi më mbrapa i vazhdoi prezantuesi shkëlqyer etj. Tashi si mund të ulen vlerat e dikujt kur ti thjesht e imiton? Fakti që unë imitoj ka marrë nga ai jo nga unë. Kështu që them që faleminderit që ekzistojnë të figura që ne imitojmë dhe populli qesh, se po mos ishim ta këto imitonin vetët tona. Rezi, personazhet e marrin për vlerësim apo e marrin për si thua për syri? Varet nga shkolla që kanë ndjekur, ose ka qenë me të muçës si është kështu me diplomë që blen me lek, ose nëse ka qenë që ke marrë me ndeshmëri, i bie që ai të kështu me dashamirësi. Tjetër, më thuaj. Po, në lëkurën e femrave dhe grave dhe zonjave, si vjerë se ato janë. Shiko, të them të drejtën, mua më pëlqen pak të motor më kupton. Se la ka dalë dinamik, që shkruajt me event, se po më i lezetshëm. Që shkruajt me event, që shkruajt. Çfarë thoshin? Ky më duket se është njëri, më duket se është gay, se e kam parë që bën femra në Portokalli. Unë nuk di më për kë po bëj humor në herë se e kishin bërë një koment mama që dhe kishin thënë. Kishin bërë një koment mama që kishin thënë, kishin bërë mama që një foto në avion dhe kishin thënë po ti ne s'kemi bukë të ham, ti bën xhiro me avion, i kishin thënë njëri. Tash nuk normal ishte shkujt koncert në filan vend në Itali. Dhe njëri kishte bërë ne s'kemi bukë të ham, ti bën xhiro me avion. Tash ma qe kuptimin ti mua dhe me të muka, po, ama ma shpjegoti. Qa të shpjegoj unë? Komentet janë nga më të ndryshme, duhet... Po si nga më ndryshme, po që shkujt koment, është si kujt niveli është shkujt?
Po, dëgjoj, nuk je i vetmi që Ja, po s'do të parë kështu gjëja, sepse ne jemi një popull, një kombësi, jemi bite Skënderbeut, hajde le të lidhemi nga historia tash. Se kur bëhet fjalë për historinë, duhet jemi zgjuar. Kur bëhet fjalë që flasim për 2020-ën, që jemi këtu çunat e vllogut, flasim Roma për Toma. Kush ta ka vënë emrin ty se ti je 15 vjeç, motra është 13. Kush ta ka vënë emrin motra? Çuma vetë ç'do bëjmë tani? Po vetë rutinë tash, mos ulim nivelin e pjasës mos. A pra tash, pavarësisht rutinës, se s'kam qenë atë, po flas si batut, se rutina është perr në vetvete është dashuri. Unë atë ndjek gjithmonë, çdo masdite. Atë dhe bjetën. Më thuaj, ha. po, Tjetë. se e ke imituar apo jo? Absolutisht, po, për rutinën unë kam respekt, se e kam, si të thuash, e kam shumë xhan si njeri, pavarësisht. Janë disa gjëra, unë e kam xhan rutinën shumë. E kam si të themi njeriu tim, ha, më thuaj. Reci, më ke shoqe apo shok në jetën tënde? Ku t'ja beson ato? Në jetën time, me thonë drejtën, kam shumë shok të mirë. Por në përgjithësi, shoqe shumë pak, me thonë drejtën. Kam vetëm 2-3 maksimumi, 2. Madje një shoqe që kam, domethënë që atë e kam si motrë, kam një kam unë, që e kam një fort, e kam Rudina ajo. Rudin që e kam shumë xham. Edhe me që sëra fjala e pyeta. Pse i ka nga Rudi kot? Shiko ç'a bëhet, shiko. Unë tani e kam thënë, jap shtëpinë time dhe 3-4 komshi, ne jemi mbledhur të gjithë dhe japim shtëpia tona për ndërtim. Kemi një pallat 10 kaç, unë jetoj në një pallat 10 kaç dhe e prishim për të bërë një 50 kaç. Ju lutem, mund ta shpërndani këtë se të marrin nga 2-3 dyqane, ne që kemi një hyri aty ke pallati 10 kaç. Po shif ç'bëhet më dha, pallat mbi pallat. Dhe do vazhdoj thon. Tu është vendi çuditëra më plak, është Lizan ku po të çuditërave. Tu merret një kërpudh masdite dhe të nesër më thotë unë plak do bëj një pallat tjetër shtesë. Tash se kush më jep siguri mua për këtë pallati për të marrë hyri aty lart, kur të vjen një tërmet, I don't give a fuck. Po pra populli nuk gjykon këtë, gjykon mua thotë, ky plera apo ky maskaraj apo ky jo më jo, është ky hallu, se ky mund të bjeri, se mund të bëj gjë unë mos bëj. Jo, e bën humor, por i ke me trimet ndonjëherë në studiot televizive serioze kam parë që e mban debatin shumë rënd, shumë fuqishëm. Dhe pastaj nga mesi ja fu dhe ika. Jo, nuk e mbaj rënd dhe fuqishëm, unë thjesht e ngrej aty ku duhet, nëse ti nuk je dakord dhe fillon me spat madhe, unë s'jam dakord me asaj spate. Unë jam dakord me argumentat. Po i zoti i zgjuar dhe i guximshëm, le të vazhdojmë me argumentat. Po je pastaj palaçu që do të vazhdojmë me argumenta, që se vazhdojmë me ky është maskara, ky është qelbësir, kështu nuk flitet, ky është fjalë e fundit. Kjo është një fjalë që thot vetëm një ordiner, thot vetëm një njeri i rrugës. Ne jemi njerëz të rrugës aty, ne jemi njerëz të artit, le të themi jemi të botës kulturës, jemi le të themi kemi bërë diçka për kë një gjë sa do e vogël, 1%. 1% humorit shqiptar e kam dhënë unë, s'po them fare. Po heq këtë, po bashkojmë me pjesën që thonë çfarë humori bën ti, humor ka bër x. Okej, po heq këtë pjesë. Okej, unë bëj 1% të humorit, a kupton se për shembull shokët e mi që kam unë, merren me ndërtim, po kupton vllai dhe tani këta lloj njerëzish që merren me ndërtim janë më të rëndësishëm se sa ne që bëjmë humor dhe bëjmë krijimtarit tonën. Këta që merren me ndërtime jashtë në Hollandë. Këta janë më të rëndësishëm se janë njerëz që marrin shampanja, marrin ku dëgjon valla, nuk e di se çfarë po pëlqet më këtë botë. Nuk di më si po shkon kjo botë, nuk di ku po. E ke pasur të shprehin what the fuck is going on? Rezit, ke menduar në njerëz? Edhe këta 257 njerëz që janë online njerë, ta i dua dhe i përshëndes shumë gjithë, se janë të vetmit që po e shohin nga fillimi në fund, ta më të mirët. Se kanë interes, kanë interes, po nuk thonë që i jesën atë qave kokën, mund të ketë disa që thonë atë qave kokën, nuk duhet gjithë dhe juve, po. Fakti që ai po e shef, kjo është gjë e mirë, sepse ne për njerëzit dalim, nuk dalim as për veten tonë dhe as për botën. Domethënë ne dalim për shqiptarët tanë. Po sa ndoqën ata, kush do na ndjekin? Nona dhe baba na kanë shtëpi, po na nxjerrin për jashtë nga shtëpia. Po pra, se fillojnë se ka komente kështu çaj. I kam shefta njerëzit dhe çake pirë, çake bër. Pas gjë s'kam pirë më plak, asnjë gjë. Jam vetëm llafe pazari. Po ta pisha, o do risha do hasha, ose do bësh humor. Një nga të dyja. Diu që keni qef të thoni ju ke pirë, ke për çfarë dush ti mendon mos zemra. Mendo çfarë do i zemra jote ty. Po çfarë ke që ka? Si do i shpirt ti. Ora ishte i lirë të thotë çfarë do për mua, ishte i lirë të thotë që unë them dhe vrasës. Po nuk jam. Bëj çfarë do duash. Dhe të gjithë ta që thon
Me ka Alban zemër, ja se përlizoj një pyetje, ke konflikt me aktorin Alban. Me ka Alban, me Alban Bogdan, po e kam xhan, e kam zemër, me Allah e pazari, nuk e di se pse më. Alban Bogdan e kam shpirtin tim. E kupton që nuk e di se pse keni një informacion të gabuar gjithë, nuk e di se pse. Albanin e kam xhan, e kam zemër Bogdan. Unë e dua shumë Bogdan, si ka mundsi. Ja, njerëzit për shembull kanë një, ja, më shkruajti kjo gotë. Unë Albano Bogdan e kam xhan, e du shumë, e du fort. Është aktor i shkëlqyer, më është talent. Ekranifornia për mua ishte aktori një ndër aktorët më të mirë aty. Ai një dhe Eglenda Klori 2. Për mua, Eglenda Klori 1 dhe Albano Bogdan të shkëlqyer të dy. Ç'lidhje ka kjo? Ja, shikon si mendojnë njerëzit, ti thotë që zën me atë. Ai s'ka fajse ashtu e ka informacione, ose ky tjetri thotë pi ose të ban. Mendoj çfarë të duan. Klodi i ka të dua shumë zemër se kanë. Kam edhe një pyetje prit. Klodi dhe një pyetje dhe i ka Klodi sa më ti mund tash. Ti ka bërë një thyrje rregullore sot. Dëgjoj tani. Tani në një emision statusi yt, gjendja shpirtërore, statusi personal. Çfarë ishte ajo bjondja që të nxorën tek emisioni Top Channel? Apo ishte kështu? Shiko, unë gjithmonë jam parashiku si shqyre, gjëra. Bye. Mos më vite mua në zuri, unë kur të mbull të live do... See you. Bye. I love you të gjithë, dua të gjithë. E mbylle? Ju dua shumë të gjithë. Ciao. Bezi. I ka se po më ka polici. Ciao.